Ish-kryeministri legjendar dhe një nga figurat më të rëndësishme politike të tranzicionit shqiptar Fatos Nano ka bërë një deklaratë të fortë gjatë një interviste të fundit, duke komentuar mbi rezultatin e zgjedhjeve dhe rolin e Sali Berishës në skenën politike. Nano, i njohur për gjuhën e drejtë për drejtë dhe analizën politike me përvojë prej më shumë se 3 dekadash, parashikoi rezultatin e zgjedhjeve disa ditë përpara votimit, duke nënkuptuar se prania e Berishës në krye të opozitës ishte një faktor kyç që penalizoi të djathtën. Nëse nuk do të ishte Berisha në krye të opozitës, dhe kjo është një bindje imja e patundur, e mbështetur në mbi 30 vjet eksperiencë në politikën shqiptare, Shqipëria do të kishte ecur shumë më shpejt, me shumë më pak kosto dhe me tranzicione normale më të shpeshta, u shpreh Nano. Kjo deklaratë vjen në një moment kur opozita shqiptare po përballet me një tjetër humbje të rëndë elektorale, ndërsa Berisha, megjithse në kushtet e non gratas dhe në arrest shtëpie, mbetet figura dominuese e së djathtës shqiptare. Për shumë analist, fjala e Fatos Nanos nuk është thjesht një retrospektiv, por një sinjal i qartë për nevojën e një epoke të re politike, ku tranzicionet të mos mbeten pengi figurave të vjetra dhe konflikteve të përjetshme. Mesazhi i tij u lexua qartazi si një kritike thellë ndaj Berishës, të cilën ai e ka konsideruar historikisht si pengues i stabilitetit dhe i progresit institucional. Deklarata e tij, që tashmë ka bërë xhiron e rrjeteve sociale dhe mediave, pritet të ndezë debate brenda vetë radhëve të opozitës, ku zërat për nevojën e një gjenerate të re politike po bëhen gjithnjë më të forta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.